arsyeve, shkaqeve apo motiveve të cilët e kanë quar të reagojnë qoftë Elisa apo Erion Braçe që ka shpall kandidaturën për bashkinë. Ajo që është e rëndësishme për mua dhe për gjithë opinionin publik, mendoj që ka të bëjmë me faktin që pas kaq vitesh, 12 vitesh, kanë filluar lëvizje brenda Partisë Socialiste. E them këtë për faktin që Partia Socialiste është karakterizuar deri më sot për shkak të Edi Ramës si një ndukje, si një parti e konsoliduar. Në fakt, ajo ka qenë një parti që unë e njoh mirë se kam qenë aty, një parti e cila vetëm Parti Socialiste nuk është, sepse socialistat nga vitin vit, nga një palë zgjedhje të tjetra kanë ardhur duke i larguar Edi Rama dhe ka bërë që brenda të shkoj me emrin e Partisë Socialiste, por në fakt aty ka shumë pak socialista që mund të jetë Braçe apo në një tek-tuk që ka ngelur. Ajo që është e rëndësishme është që këto lëvizje, pavarësisht që mund të jenë për